Zotri Gocati tashmë është ofër një orë për të filluar protesta e madhe këtu në Tiranë. Çka pritni për kësaj proteste? Unë thashë një tip që më herët, ne për kësaj proteste vetëm të ishim të ngrisim nxerin kundër padrejtësie dhe kundër gjykatës speciale, nisimi kundër individëve që punin në gjykatë speciale, se kanë derë po kanë trohet nga disa kandidatë. Jo, ne jemi kundër padrejtësisë që bëhet në gjykatën speciale. Unë sot pres një mos shumë të madhe që zëri ynë do të dëgjohet në gjithë ambasadat që është në Shqipëri dhe në tjera vende dhe do të dëgjohet zërin në ato vende demokratike që e kuptojnë shpirtisht e morë se kush ka qenë në Shtëpinë Qendrore e Kosovës. Unë sot këtë lufta që bëhet kjo protestë, mosa të tregon kush ka qenë në Shtëpinë Qendrore e Kosovës. Mesazhi më i madh për gjykatën speciale dhe për ndërkohë është mosa jeni ju qytetarët e shqiptarë që jetoni veproni në trojtë e juaj. Shqiptarë ju jeni ata që do ta ngritin zërin dhe do të tregoni se është një gjykatë e padrejtë. Zotri Gocati, sot ju mbo 2 vjet që nga lirimi i ju nga po njëjti burg. Si individ, çfarë mendoni, çka doni me thonë për ty kjo? Për mua liria e cungume. Pa lirimin e shokut, është liria e cungume. Edhe një pyetje të fundit, ju keni marrë mbështetje nga qeveria e Tiranës, këtu nga kryeministri Edi Rama, mirë po nuk e keni marrë një mbështetje të njëjtë nga partia që është në pushtet në Kosovë. Çfarë mendimi keni për këtë? Jo, ne kemi marrë mbështetje nga institucionet e qeverisë, nga se vetë qeveria është institucion. Ne kemi mbështetje ku sot dje vërtet qeveria ka marrë iniciativë dhe i ka liruar gjithë njerëzit që vinë nga Kosova, Prishtina, Maqedonia, lirimi taksës rrugore. Besoj keni kaluar sot dhe s'keni paguar taksë rrugore sot dhe nesër është pa para taksë rrugore. Kemi marrë mbështetje te logjistika. Bina, zjerimi, angazhimi, autobuset pa parë në përshëndet do të thotë. Këtu në qeveria na kanë ndihmuar tjetër se në qeveria nuk ka pasur kujt ta ndihmon. Qeveria ka bërë thirrje, si çdo parti në Kosovë, si PDK, Alianca, gjitha partitë në Kosovë që kanë bërë thirrje për protestën sot, edhe këta kanë bërë thirrje që të vinë në protestë bashkangjitemi, edhe unë jam UÇK. Kështu që edhe ju jeni UÇK, gjithë jeni UÇK se UÇK rrjedh pi populli. Adem Jashari s'ka rrjedh vetëm pi tokës s'ka bi, po ka rrjedh pi popullit, se ai ka qenë qytetari i Drenicës dhe i Kosovës, Adem Jashari. Kështu që domethënë, gjithë sot kanë rrjedh pi qytetarit vendit vet. Po për reagimin e lëvizjes vetëvendosje në Facebook? Lëvizja vetëvendosje ka bën një thik me dy teja në Kosovë. Ne unë kam shtetë dhe nuk ka jep kritika te Edi Rama. I natë xhelozit me vetë duhet milion. Ja sot e kur duhet bashkohemi ne. Lëvizja vetëvendosje ka gabuar shumë për llogaritime. Unë kam bërë ftesë politike dje dhe pa dje Albin Kurti. Albin Kurti të morën protestë të qytetarët e vet. E deshta unë se deshta, po ti është se deshta Albin Kurti, është kryeminist i vendit tonë. Në detyrë. Ati e ka bërë si sot jetë këtu në mos, dhe mos bën deklarata boshe, ai ma deklarat ka dashur të ndal njerëzit në Kosovë që mos vinë sot në protestë. Deklarata tina ka qenë shumë e keqe, shumë e poshtë, ku i them sinqerisht, një deklaratë si më thonë me fyse për neve. Po Albin Kurti nuk mund të fynë që kënë nësë më blokon që kënë kur në jetën e vete, mos e llogarit ato. Nuk ka shans Albin Kurti, se bolla ka bllokuar atje me senë, nuk ka shans me na bllokuar Albin Kurti. Ka gabuar shumë, unë llogaris, ndihma tina këtë formë s'na vjen, ne na vjen ndihma radhë tina. Unë kam thonë gjithmonë Albin Kurti në muaj gjuhës apo që me shpirt dhe me zemër se ka. Keni të bindë. Po të kish me shpirt dhe me zemër sot Albin Kurti edhe institucionet tona ishin këtu. Me neve bashkërisht ishin ndodhe kishim protestuar si gjithë qytetarët shqiptarë që dalin.